Duke startuar të ashtu quajturën lufta e monedhës, shefi financave britanike 42 vjeçari George Osborne në kryeqytetin skoces tha se sterlina është një nga monedhat më të vjetra dhe më të suksesshme në botë. Një Skoci e pavarur pas referendumit të shtatorit të ardhshëm nuk do të mundsonte që Skocia të kishte të njëjtën monedhë në qarkullim si Anglia dhe pjesa tjetër e Britanisë. Osborne tha se vendet e Unionit Britanik kanë përballuar krizën më të rëndë financiare dhe ekonomike në botë që nga koha e depresionit të madh. Sipas tij, mbi 100.000 vende të reja pune janë krijuar në Skoci gjatë 4 viteve të fundit dhe ka 65.000 papunë pak se në 2010-ën, argumentoi ministri britanik i financave. Kjo deklaratë, e cila do të pasohet dhe nga deklaratat të ngjashme nga tre partitë kryesore politike në Britani, përbën etapën më të re të fushatës për ta mbajtur Skocinë me rezervat më dha nafte dhe gazi si pjesë e Britanisë së Madhe. Një lëvizje të tillë politikanët nacionalist në Skoci e cilësojnë si një lëvizje paniku që do të kundërveprojë në mënyrë spektakolare. Sipas tyre, nëse Skocia bëhet e pavarur sërish, ata do të mund të mbanin sterlinën dhe Londra nuk mund të adoptojë një qëndrim të tillë pasi kjo do të nënkuptojë se Skocia nuk do të jetë ligjërisht më pjesë e borxhit kombëtar. Një opsion i mundshëm sipas analistëve mund të jetë që një Skoci e pavarur të vazhdojë të përdorë sterlinën në të njëjtën mënyrë si Ekuadori, që përdor dollarin amerikan, në prag të ndonjë hyrje të mundshme në monedhën e vetme europiane në Eurozon në një datë të mëvonshme. Arben Mana, Top Channel, Londër.